Përshëndetje gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri, emisioni të Acoustic Nights, siç e kemi paralajmëruar, sot e kemi një personazh shumë interesant. Personazh kryesor. Homolog i Senit, apo? Po, çashtu thonë. Por nga roku po flasim, do të thonë kemi Rilin Gërvallën. Rilin, mirë se erdhe sot. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën Radio Plusit, për parem, sen. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Rilindin, ka shumë njerëz që e njohin si drejtor FRTK-s, po sot bashkë nuk e kemi në atë cilësi. Sot do të flasim vetëm për rockun me Rilindin, pasi që edhe jemi miq të vjetër, jemi shumë moti dhe di që është një përcjellës, adhurues, edhe ka qenë edhe performues i rockut, apo jo, Rilin? Po, dikur në vitet e 90-ta, si një i ri, entuziast, me lexime dhe dëgjime kështu të kultivuara të muzikës rock, e pata nis një detyrë, me thonë, ja pata vend vetës, që ta mësoj gitaran shumë mirë. Në fakt diku në vitin 89 kam fillu kështu me ushtrimet e para. Edhe më pas diku nga viti 90-91 kemi filluar bashkë me djalin e Axhës Ndjer Flakronin, i cili ka qenë pianist. Në atë kohë dhe kemi fillu me bë muzikë kështu në për ato ahengjet e shkollave të mesme që i mblidheshim në për shtëpi. Ka qenë skena shumë të pakta ku ke mujt me performu në atë kohë, do të thonë, ose kanë qenë të ditët shkollëve, ose ndoj mini koncert në fshet, ose që u bo shpersher, do të thonë, për shkak se e dim se çfarë regjimi jemi kuna dhe ka qenë shumë problem për me bo koncerte që organizohen sot. Do të thonë ju keni shtruar te turshit, po drum, po do të thonë se a di kanë i përzik këta dy atë. Kryesisht kanë qenë bodrume ose garazha të improvizume. Në të cilat natyrisht edhe instrumentet kanë qenë të improvizuara. Ta zëm këto tupanat që sot i shohim në përbendet të ndryshme, rall kush i ka pas. Kanë qenë bas se 3 ose 4 instrumentist kështu në tër Prishtinën që i kanë dhënë me hua, po për entuziastët e asaj kohe, natyrisht ata i kanë dhuru falës. Pares ju kanë marrë. Jo. Llogaritën atë kohë. Shoshni, bravo. Vërtet i falenderoj gjithë ata instrumentist të asaj kohe, për shembull Fali një ndër ta që është Poçi, Labi i Odës, pastaj kanë qenë Besimi dhe Arsimi i grupit Mesnata, e grupe të ndryshme kështu individ të cilët na kanë ndihmu ose Agim Berisha i Minatorit. Këta kanë qenë kryesisht plejada atyne rockerëve të viteve të 80-ta, të cilët kanë performu edhe i kanë regjistru këngët e tyre në Radio Prishtinë. Kështu që ata e kanë ditë vetë se çka do të thotë të jesh në një garë me një kështu të themi një padrejtësi të madhe që e ka bënë atë kohë Jugoslavia dhe Serbia, ku të jesh muzikant në atë kohë, ose të performosh në ndonjë nga këto festivalet, është dash të jesh 2 fish, 3 fish më i mirë se ai tjetri. Kështu që ta dini që këta muzikantë që i kemi kanë qenë shumë më të mirë se sa të gjithë ata instrumentistë që kanë pas fatin të regjistrojnë albumin e tyre në Beograd ose në Kroaci, e cilët nuk kanë qenë më të mirë as teknikisht, po as cilësisht me gjithë instrumentistët, muzikantët, rockerët e asaj kohe. Kështu që sa që të dëgjoni ose të shihni ndonjë grup të këtyne nostalgjikëve të Jugosllavisë, dine që ne i kemi edhe më të mirë këtu. Edhe shumë prej tyre janë gjallë, edhe të ri, edhe të fortë, edhe janë aktiv. Ka dyshim jo. Patjetër, e filluam këtë emision pak me humor, pak me disa informacione faktikisht. Duhet me vazhdu me humor se ma lezet atin. Po, patjetër, po megjithatë duhet ndalemi të data e sotme, për shkak se është një datë e veçantë dhe nuk është një datë që na kujton diçka të mirë. Megjithatë ka pasur shumë dëshmor, ka pasur shumë viktima ky vend dhe sot ne e gëzojmë lirinë dhe mund të organizojmë edhe emisione të tilla, edhe mund të organizojmë edhe aktivitete ndryshme. Sot jo rastisht, do të thonë, i kemi të gjithë
Po, lulkuqet janë një dizajn i dizajnerit të amblemës UÇK-s, Adnan Aslanit, i cili jeton në Mërgim edhe është me prejardhje nga Lugina e Preshevës. Ata së bashku me veprimtarin dhe zëdhënësin e UÇK-s Bardhyl Mahmuti e kanë nis këtë iniciativë që kjo lulkuqe të jetë edhe simbol zyrtar i gjenocidit që ka ndodhur në vitin 98-99. Patjetër. Edhe më duhet patjetër të paktën ta shpjegoj pak se çka përshkruan ky simbol. Po, ki drejt. Po, në zemër të lulkuqës janë figura burrash, grash, jemsh dhe vajzash që pasqyrojnë viktimat e gjenocidit, të vrarët, të përdhunuarit seksualisht, të dëbuarit, të zhdukurit me forcë dhe të keq trajtuarit në burqet sërbe. Patjetër do të thonë që ne do të vazhdojmë me rrjedhën normale të emisionit Acoustic Night, megjithatë nuk mund t'ja anashkalojmë këto ditë për shkak se janë e vërtet pasojat e kësaj lufte që kaluam, ju jeni të i pa edhe sot. Më vjen keq që duhet me shfrytëzu shpeshherë mediumin për të bërë një farë kapërcimi kështu edhe retrospektiv në kohë, edhe në kthim mbrapa në kohë, ku duhet tregojmë dhe t'jemi dëshmitar të gjithë asaj situate në të cilën ka kalu ky popull, këta muzikant, këta artist, të cilët mendoj unë që në vitet e 90-ta e kanë majtë gjallë rezistencën kulturore në një hapësirë e cila ka qenë përplot me kafeteri të vogla, por me shumë njerëz brenda, të cilët jo vetëm kanë organizuar protestat e demonstratat, por edhe luftën çlirimtare. Kështu që është duam apo s'duam, ende plagët e asaj kohe janë ende të hapura, shumë prej të zhdukurve sot ende nuk i kemi eshtrat e tyre të kthyer nga Serbia vrastare, dhe po tentoj paka shumë në këtë emision që ta bëj një farë kalimi edhe artistik, që edhe dhimbja të plasohet nëpërmjet artit. Po jo gjithçka ka me qenë dhimbje, sepse shumë prej ngjarjeve besoj që janë kështu simbol, janë shumë interesante, po janë simboli gjithë kësaj periudhe. Patjetër. Kthehemi pak me rilindin. Njësën ai i përkasim asaj gjeneratës vjetër, se unë rilindi thonë jemi ende 3. Megjithatë kemi përjetuar një periudhë kohore ku kemi qenë vetëdijshëm dhe kemi kalu në për ato kohë që sa kanë qenë vështira, kanë qenë edhe interesante, për shkak se interesimi shumë i madh që ka qenë, qoftë për muzikën rock, qoftë për kultura tjera, teatr ose ku ta diun, po ne do të ndalemi pikërisht te muzika rock për shkak se ka qenë një veprimtari që edhe rilindi do të thonë ka gjetë veten, edhe ka qenë formimi i disa bende, po në të tjera i bendi Tamanita. Po, disa bende të cilat kanë funksionu kështu pak a shumë me 2-3 antar, me emra kështu pak të çuditshëm që kemi menduar në atë kohë ti vëjmë tekst që ketë shikueshmëri dhe dëgjueshmërinë, ato do të thonë dejat që ose mini koncerte që janë bërë kafeterive. Po diku në vitin 95 do të thotë jemi mbledh me Valdetin, Bardhylin, Flakronin, edhe Antonin, edhe kemi performuar në për kafeteritë të ndryshme me këngët të cilat kanë qenë me tekste të tonat, edhe me aranzhmane dhe me orkestrime nga antarët e grupit. Në vitin 1997, disa ditë para protestës së 1 tetorit, ne veç e kemi përfundu
albumin e parë dhe të vetëm në studion e Gjevdet Gashit. Edhe ka qenë një periudhë kohë e rëndë, kështu, ju e kuptoni që në atë kohë gjithçka ka qenë e bllokuar. Edhe Gjevdet Gashi na ka pas durimin që ti pres disa muzikantë kështu të ri. Asnjëri nga ne nuk ishte profesionist. Shumë prej nesh ishin autodidakt, e të cilët mirëshim nga njerë me shkrime të vargjeve, të teksteve, të poezive, kështu dhe e sfiduan vetën dhe mbyll, ato nuk janë të plasuara në YouTube nga ne, por shumë nga adhuruesit e asaj kohe kanë ruajtur ato kasetat, edhe i kanë hedhë në YouTube. Grupi Amanita ka qenë një band mendoj shumë kompakt, me tekste shumë të fuqishme, të cilat kanë përqu mesazh, mund të quhet pak a shumë si një grup kështu që ka pasur një mision, sikurse plot grupe të tjera, sikurse ka qenë Tazam Troja, në atë kohë që ka qenë aktive, edhe ose Shemsi Krasniqi i Ndjer i Lirëve, i cili e pat përpunu këngën Xhamadani via në atë kohë. Kështu që mendoj që kjo plejada e bendeve të viteve të 90-ta don një përkushtim të profesionistëve, të muzikantëve, muzikologëve, të cilët do ta trajtonin këtë periudhë shumë të rëndësishme që unë mendoj prap se ka qenë periudha e rezistencës kulturore nëpërmes të cilës shumë nga ne i kemi thënë edhe okupimit të asaj kohe që ne jemi këtu edhe do të veprojmë. Ka qenë shumë interesant aja periudhë, po tash ku ndalem dhe rikthehem atje, kemi qenë goxha trima, ose jemi adaptu, ose nuk e di, po megjithatë ka pas edhe asi raste kur nuk e guxu, nuk e koni as me gitarë në krah për me dalë në rrugë, për shkak se të kanë kontrolluar çka ki ku ta diun, do të thotë. Po megjithatë për një men, ka qenë një brez i trimve ku i kanë rezistu kohës, po edhe thjesht e kanë bajt këtë frymën e artit të zhjallë. Shumë e vërtet. Neve na kujtohet, do të thonë, të paktën mua, unë jam pak më i ri se ti, shumë pak më i ri. Megjithatë na kujtohet 2 muaj një çik që i thonë. Jo, megjithatë ka qenë një periudhë kohore ku faktikisht ka qenë një tër informativ, po ka qenë një tër themi ashtu s'ka pas medium në gjuhën shqipe. Nuk ka pas asnjë medium në gjuhën shqipe. Në vitin 90 është mbyll Radio Televizioni Prishtinës, edhe Radio Prishtina dhe në fakt kanë ekzistuar vetëm mediat e si rilindja kur mbyll filloi Bujku, pastaj koha e disa gazeta kështu të viteve 98, Kombi për shembull kujtohet Kosovaria apo Maskarose. I ka pas fotografitë e mira. I ka pas fotot e mira. Po. Në ngjyra. Në kohë. Kështu që po periudhë e territ informativ. Por periudhë e cila unë nuk e di se si jemi taku në atë kohë, por Tazam sot kemi telefona smart gjithë edhe nuk takohemi shpesh, po. Edhe nuk takohemi, po se si jemi mbledh në atë kohë kështu spontanisht. E kemi pasur ndjenjën. Edhe mbas jemi kanë më shumë të lidhur kështu me zemrën se sa me mjete teknike. Jo, ka qenë interesant, shumica e muzikantëve që sot i njoh, sa i përket gjeneratës tonë, do të thonë, unë i kam takuar po druma para lutës. Edhe kanë ndodhur shpesh, kemi pas edhe rast këtu, siç ka qenë krenari i Halibendit, ku se po prej para luftës jemi taku në studio, ma bon ku jeti, thash ku jeti. Tazam ty të kujtohet ajo garazha improvizume ku ushtronim, edhe Tazam unë kam pas, atëherë s'ka pas autobus, për këta që janë më të ri, ta kuptojnë. Po okon pruga. As taksi, po edhe të ketë taksi ne s'kemi pas asnjë cent me vete, kështu që Tazam instrumentet është dashur shkojmë t'i marrim në këmbë. Majt me do. Edhe ato përforcuesit e mjetet e mikrofonit krejt çka po. Edhe Tazam
kemi ushtruar në Bregdillit, në kodër të diellit. Aty të ambulanca, dikun ku është ajo piramida. Edhe nga shtëpia ime ose nga shtëpia e Flakronit ka qenë diku 4 kilometra. Edhe këto 4 kilometra me një bas që sot me lëviz prej një vendi në vend, edhe kemi pak protest. Në atë kohë e kemi bartë në këmbë, në duar, edhe gjitha ky organizim ka qenë kështu i tillë. Edhe është kogja interesant me qenë kjo një sken filmi. Po ka qenë edhe interesant se spritojmë me bo. Po, jo rastisht i përmendëm mediumet, ka qenë shumë vështirë edhe për me gjetë materiale, po se di as vetë ka këto kongë kanë njerë për cilë se sigur. Atë qeshet kur i kujton se si i kemi ngatru tekstet e këngëve të asaj kohe. Sidomos me anglisht, kërkajsh. Këtë është lezeti. Po, e vërtet, ato tekste jemi përpjek me i nxjerr nga dëgjimi i atyne kasetave. Në shumicën e rasteve ne që kemi ditë pak a shumë gjuhën angleze, ja kemi huq gjysmën e tekstit. Po rima ka qenë e mirë. Rimen e kemi mbajt, çka ka përmbajt ajo. S'ka rëndësi. Nëse ndalim edhe shikojmë në atë kohë, nuk ke pas as për sa afërmi teknologjinë që është sot. Do të thonë gjithçka ka qenë nxjerrur me vesh. Thjesht për atë thënë që kanë qenë muzicianë shumë të mirë. Shumë të mirë edhe na kanë përkrahur gjithë ata jo plejade muzikanëve, tash po kujtohet edhe Florent Boshnjaku ta zon, një prej atyre që nuk ka përtu, ju imagjinoni në atë kohë se çfarë piano sa ka kushtuar një piano elektrike asaj kohe, edhe se si na e ka lënë dorë ai, pa e ditë se ku e çojmë, bas edhe rrugës milicia na e merr ose diçka të tillë. Po, ka qenë vullneti shumë i madh edhe i atyre që të shohin një farforme, një kontinuitet të muzikës, të asaj pjesë të rinisë, e cila aktivizohej edhe në atë kohë. Sa është mirë kur e ki një mik në studio, edhe kur e din që e ki po të njëjtin profesion, është sa pak pun kam në sot. Po, ma pak po folti. Gjithçka që kam sot ma shumë e kam gitarën. Fakt, pavarësisht që kam studiu je vështet, je ujtis. Pavarësisht që kam studiu në media televizive, edhe kam masterin në atë fush, radio për mu është mediumi më i fuqishëm që ende do të thotë duhet të jetë aktiv, edhe pse sot ju e shihni që teknologjia e re dhe inteligjenca ka bërë ndryshime të mëdha, por unë seriozisht i falenderoj gjithë ata që mbajnë gjallë kështu si ju radion, edhe sepse radio mund të dëgjohet kudo. Pjesa tjera është një medium i lezetshëm, sado që dalin teknologji të reja, prapë se prapë, do të thonë, unë është me boti një playlist, ishte se ki problem në vetur ose kudo, po fillon prapë rikthesh të radio. Ka pas një tendencë tramjes, prapë ka tendencën e ngritjes, edhe është interesant, e kemi cekë dhe erave tjera që në qovë në Britani, në qovë Zvicër, shtetë zhvilluar, do të thonë radio është top. Një ndër mediumet do të thonë që përcillet shumë. Duke mos e anë shka lu televizionin se të vjen mërzimën. Rilind Gërvalla. Me gjithat, do të thonë, na e tim, edhe sot e kemi zgjedhur dhe me performu një këngë me Rilindin, që është pikrisht e atletuarit Jusuf Gërvalla, një super këngë, po nëse e lojmë edhe e kalojmë kaq lehtë, mendojnë që të paktën Rilindi duhet me na tregu lidhjen e tij me Jusufin. Qof me artin, qof nëse ka edhe lidhje familjare, për shkak mbiemit po flasim. Po, patjetër, ne jemi të dy fshatrave të ndryshme. Të Kosovës, Jusufi ndjer heroi i Kosovës ka qenë nga fshati Dubovik,
komuna e Deçanit, ndërsa familja ime ka qenë në fshatin Lupsh të poshtëm, komuna e Besianës së Podjevës, që ka qenë dikur. Lidhjet tona natyrisht janë lidhje veprimtarie edhe janë lidhje edhe gjaku. Në atë kohë, avokati i ndjerë që ka qenë një burr shumë patriot, Idris Gërvalla, ai e ka ruajtur një tregim të gjyshit të tij, i cili e ka shpjegu pak a shumë një shpërngulje të madhe që ka ndodhur mes familjes sonë. Edhe dyndjet që janë bë në kohën e sulmeve të mëdha të para luftës së parë edhe të luftës së dytë botërore kanë bërë shpërngulje në për pjesë të ndryshme të Kosovës, por disa edhe brenda territorit të sotëm të Republikës së Shqipërisë. Kështu që lidhja e parë ka qenë Idrizi, i cili natyrisht e ka përcjell veprimtarinë e Axhës Seçer Gërvalla, të tinje djemtë e Basicez, Axhëzeq dhe Axha Seçer ka qenë atë kohë veprimtar i kohës lëvizjes për ribashkimin e shqiptarëve, lëvizje kjo e themeluar për Adem Demaçit. Edhe pasi që kanë lexuar poezi të ndryshme të asaj kohe, ata janë afruar edhe e kanë bërë takimin e parë, edhe në fakt unë e mbaj mend që Baca Idriz e ka patur një trung familjar të shkruar kështu me dorë, se ku jemi brenda që i themi ne një oxhaku. Edhe natyrisht veprimtaria e Axhëzeq dhe e Jusufit janë bashku, edhe këta të dy mendoj që e kanë trasu një rrugë gjatë rëndësishme edhe të poezisë, po edhe të teatrit, por edhe të veprimtarive politike. E tjetër. Drugoqo, sot ju e dini, megjithatë se e pash një përshkrim që e kish bori lindje ta thanizoj veçantë për mua, dhe më rrit pak menja. Për momentin kur fillova e bua një provë me rilindin, prap mu zvoglu. Ja, përparimi për ju që nuk e dini, ka qenë shumë aktiv edhe këndon shumë bukur. Edhe natyrisht me Hysenin, Hyseni është aktiv tash, po ne nuk jemi aktiv në skenë, kështu që na ka met për neve na falen edhe gabimet. Po, ju na keni dhënë shtytje ne. Ju jeni lokomotiva. Jo, është një këngë shumë e mirë. E Jusufit do të thonë, një super këngë, primer kalon një trashëgimi shumë të mirë muzikore. Edhe në momentin kur rilindi tha okay, tha e performojmë, për mua keni kënaqësi e veçantë dhe është një këngë himn, fal që po ndërprej, e cila është shkruar gjatë ikjes ose largimit ose përpjekjes me i shpëtu jetës në brenda Kosovës nga regjimi atëhershëm titist, edhe kjo është një thirrje e drejtuar natyrisht të gjithë atyre të cilët janë në mërgat e të cilët do të duhet të kthehen të japin kontributin e vet në Kosovë. Kjo është pak a shumë edhe mua më ka lënë shumë përshtypje qëndresa e nënës Ajshe, e cila e vetme në atë kohë ka qëndruar në kullën e Gërvallajve në Dubovik edhe Paju Trembër Syri, edhe sikur Jusufi i ndjerë e ka parashiku që kjo e ardhme do të vijë. Prandaj këto vargje të shkruara nga ti edhe ajo këngë e kompozuar nga ai dhe Bardhi, se që të dy kanë qenë muzikantë shumë të mirë, është një këngë që e meriton vërtet të studiohet shumë thellë. Megjithatë, edhe nëse bojmë ndonjë gabim unë edhe rilindi, ta dini që këtë këngë e bojmë për shkak që e dojmë shumë, edhe që është një këngë shumë e mirë, po ndërkohë që si jemi dhe shashkeqa. Faleminderit. Jemi perfekt. Faleminderit. Atëherë po përpiqemi që ta afrojmë pak këngën
pranë dëgjuesve të Radio Plusit. Okay. Fort më mundon vetmia o nënë, votrën mbraktisa një ditë, vendlindje është vjesht, tani është vonë, po presin të korrat e brengat, vendime këtë tretur, tani o nënë, pirin që t'lamet mi, shikimi për hera, dhera për gjon, për kitje të leta dëshron. Kthehu shpen ke pastënë, se brengat më kanë molisur, të presin shokët një vorë në pli, porosit e babahitë. Kthehu shpen ke pastënë, se brengat më kanë molisur, të presin shokët një vorë në pli, porosit e babahitë. Kaluam pran vera, vjeshta o nëna, që kur ti e ndjenë veç një këthim, se vet nuk do të mundem t'i them biritim, vendlindje le shtroj gëzim. Lutem jeto me shpresa o nëna, se dikush një ditë do t'rokloj, atë vatër ku s'pari zërim je hoj, ndej një paton ngrej shtëpi. Kthehu shpen ke pastënë, se brengat më kanë molisur, të presin shokët një vorë në pli, porosit e babahitë. Kthehu shpen ke pastënë, se brengat më kanë molisur, të presin shokët një vorë në pli, porosit e babahitë. Është shumë gjeloz Hyseni Ridin, sa qashmir kemi knu me ty, sa që ta pilshe e kjo, se... Po tha qefa e gjuna, mos ma prish. Unë u knoaqa duke i dëgju këto vazhët kongëve dhe duke interpretu, pa marrë parasysh nuk ka qenë as i prova, se edhim që nuk jemi koncert, me gjitha të të lezeshme, në momentin kër jemi shumë natural. Këto kanë që i kemi mbajt me anë, dikur edhe janë këngë të cilat i kemi dëgju kur kemi pas mundësi, natyrisht shumë prej tyre i kemi dëgju për herë të parë pas luftës, sepse në atë kohë, sikur se e tha më herët, mediat janë ndaluar edhe nuk kemi pas se ku t'i dëgjojmë. Por prindërit tanë, njerëzit të cilët kanë ruajtur disa nga ato kasetat e asaj kohe, na kanë kultivu shumë mirë me një ide të muzikës së mirëfillt, edhe tash më kujtu ta zam që kur fola për çështjen e mësimit të gitarës, se
nuk jemi profesionist, po kemi kap ato akordet edhe pjesët të cilat na duheshin për të performu, por në fakt unë si shumë i vogël, mbase 6 vjeç diku, pa ta marrë një dhuratë për ditëlindje, edhe ka qenë një qifteli e vogël në të cilën mas pare e këmësu një tip valleje, e cila më vonë doli që të jetë valja Drenicës, edhe kështu në ato manifestimet e shkollave, nëse të kujtohet e tjerë, pa ta ecë kogja mirë në këto ansamblit, edhe të fundën herë do të thotë e kam pas koncertin bashkë me grupin e Prishtinës të asaj kohë në vitin 1992, mund të jetë edhe 3, në të cilin ose jo, në 1994, sepse 92 kam qenë në Shqipëri. 93, kështu që 94-ën ka qenë koncerti i fundit që kam vënë me ta, edhe në të cilin e kemi performuar dhe si drejtori atij ansambli, atëherë ka qenë Dilaver Kryeziu, të cilin e përshëndes tash. Po kështu hapat, si më thënë, kur të nisim prej eposit, shkojnë te roku, janë kogja të bojnë me qenë më duk pak ma jash për kështu në qëndrime, po në fakt thellë në zemër ne jemi shumë të butë dhe shumë të... Vetë roku ka qenë protest, dhe është përshtat ndoshta shumë mirë me ato të frymën autoktone që kemi pas, dhe tash e shohim kur përzihen këto, kur gërshëtohen njëra me tjetrën, deni me los shumë i mirë. Unë jam adhurus i madh i rikthimit të këngëve folklorike në rock. Në verzionin rock. Në verzionin rock. Unë mendoj që ato këngë janë shumë të vlefshme, të cilat kishin mujt nëpërmes asaj edhe me përçuar një mesazh mbase te të rinjt që ta mësojnë folklorin, ta mësojnë historinë nëpërmes atyre vargjeve dhe atyre rifave. Po, tjetër. Thash që përmendë folklori, mu më bjen me Riza Vllaca, mu më duket që ka qenë shumë alternativ për kohën, edhe po besoj që të kish qenë në kohët e sotme. Ai ka qenë Homeri i kohës tonë, kështu që ka datu, ka qenë i veçantë. Po e shoh që po i ripërpunojnë disa nga këngët. Edhe shumë mirë, në verzionin jazz, po ale nuk i kemi dëgju rock dhe hard rock si kemi qef na. Momentin kur po fol në momentin kur po fol Rilindi, faktikisht mund të më arsytu se shpesh ndoshta akuzohemi, të paktën prej njerëzve tonë që i kemi jashtë, ose thotë ju veç kafe po pini, por nëse kthehemi në vitet e 90-ta, kafet kanë qenë vetëm të institucione kulturore ku kemi shkëmbyer repertuarët. Po. Deshat të rikthehem pak me Rilindin, sidomos ato ditët sado që ka qenë situata e keqe, megjithatë janë ditë që të rikthejnë atje, se kanë qenë aktivitete ndoshta që është dashmi mbajt pikërisht në për këto kafenet, kafiqat që i kemi thonë atëherë prej Korrizit mandej në për lagje tjera se kanë qenë kështu si blet. Ka pas një lëvizje interesante kur Korrizi kishte presion edhe kishte kontrole të mëdha nga milicia serbe. Atëherë na zhvendoseshim në kodër të diellit në disa kafeteri tjera që kanë qenë 2-3 nëse të kujtohet, edhe kështu bëhej një lëvizje pak a shumë si me thonë taktike e atyre persona që nuk ishin në ilegale në vërtet, po lëvizshin me metoda të tilla të ilegalës. Nëse do me imagjinu, dhe më thonë ka pas edhe organizime që bëjshin klasë ose këto, dhe shpesh thëshin ikni policia. Po thonë jam prish në ja shfrytzu këto për të prish ato ahinë po. Unë mendoj që duhet ta kujtojmë, si e thash në fillim, duhet ta kujtojmë edhe të kthehemi shpesh mrapsht për të bërë të rinë sa më të mirë. Sepse unë kur i shoh ta zam tekstet e grupeve që kanë performuar në vitet 70-80, si ta zam
bendi i asaj kohe Mak. Me këngëtar shumë potent, siç ka qenë Hakimi Sini, edhe me Gjevdet Gashin që ka qenë pianisti ati grupi, me Mehmet Tupellën që ka qenë tupanist ose nuk e di në atë kohë se si kanë mujt me qujt, mbas edhe në gjuhët e të tjera, po në atë kohë them që këta muzikant kanë lënë gjurmë, edhe një prej këngëve që është shumë prekse për mua, edhe pse i thirret edhe i këndohet jetës, i këndohet dashurisë, i këndohet jetës me të gjitha hidhrimet, e gëzimet, e ambëlsinë që e ka, por ka qenë një tekst i cili është shkruar nga profesori Latif Berisha. Baca Latif ka qenë një patriot shumë i madh nga Mitrovica. Tekstet e tia ose poezitë e tia kanë qenë shumë të fuqishme. Kanga të cilën e ka zgjedh në atë kohë Hakimi Sini, Tri Gota, është një këngë e cila në fakt na tregon sot se edhe pse ata të tre, tekst shkruesi, këngëtari dhe ai që ka bërë ritmin e kësaj këngë, që të tre nuk jetojnë dhe janë vrarë nga Serbia. Dy nga ta kanë qenë të zhdukur dhe më pas janë gjetur, ndërsa Mehmet Tupella ende sot është i zhdukur, edhe më duket sikur kjo këngë pak a shumë jep një farë mesazhi të gjithë atyre që po na dëgjojnë, po edhe atyre që mbasi janë të dëshpëruar nga gjithë këto probleme që i ka jeta, që shpjegon në hollësi mesazhin që na kanë lënë. Patjetër, është një tekst fenomenal, cilën kime interpretu së bashku me Hysen Kafezhiun. Megjithatë, jo vetëm dy reshtat e parë t'i lexoj për me arsyetu ata se çka e tha Shrilindi. Janë në livat të jetës, 3 gota e gjeta, 2 janë të mbushura, është bosh e treta. Për vargje tjera që janë super vargje, janë super cool, kanë qenë shumë atraktiv në atë kohë, po ja lo rilindin bashkë me Hysenin. Nysa, se donë me ditë, du me ardha dhe me dëgju se qysh është ka dëgjohet mikrofoni jam. Okej. Faleminderit. Edhe kjo pjesa këndej. Faleminderit për dëgjuesit e Radio Plusit. Kjo këngë besoj që është transmetu disa herë te ju në versionin parë, pak më hard rock, ne do të përpiqemi ta bëjmë në versionin akustik, edhe nëse bëjmë ndonjë gabim kështu të vogël, i kërkojmë falje. Po shpresojmë që bojmë gabime. Po shpresojmë që po. Por mendoj që më shumë është simbolika se sa që është performanca jonë. Kjo është, si me thanë, jemi mbledh rreth një trueze, për dëgjojmë radion edhe po kënaqemi me vargje edhe me këngë të njerëzve që shpërndajnë dashni, shpërndajnë fjalë të mira, kështu që uroj që do t'ju pëlqej. Gjitha gabimet, unë dhe Hyseni i marrim përsipër. Po, i marrim mend, po do më thonë. Okej, skena është për juve. Kjo tregon që na jemi profesionist. Ne jemi profesionist edhe i kemi bo do vjet. Po i kemi bo do vjet. Qure, life është për me bo gabimet, mirëm i vesh. Lival të jetës, 3 gota i gjeta,
Roshe treta Të parën e mora Në buze afrova Ishidh si pelimi Me her e largova Ishidh si pelimi Me her e largova Të dytën e mora Me gjupa ke preka Presambli më dosh Me here jeka Izbrazat të dyja Në të tretën gotë U bëjrë të ambër Si është kjo botë U bëjrë të ambër Si është vetë kjo Kjo këngë është shumë qese me historikun që e tregova. Do thot të humbasësh një poet që sot do të mund të shkruante edhe pse do të ishte në moshë të vonë, të humbasësh një këngëtar që për mua ka qenë inspirim, jo vetëm për mua, por për shumë nga ne, të humbasësh një talent të rrallë, një tupangji të jashtëzakonshëm si Mehmet Tupella. Vërtet kjo është një dhimbje, po sot e kemi legjendën e gjallë, e kemi Gjevdet Gashin që ende performon, ende bashkëpunon me muzikantët. Edhe ajo është enciklopedi e rockut, enciklopedi e rockut të Kosovës, e cila ka një historik, ka një ngritje në vitet të 80-ta, edhe urojmë që po e përsëris vazhdimisht që studiusit ta kenë Gjevdetin afër edhe ta marrin gjithë atë thesar që ai e bart në vete. Patjetër, do të thonë është ndër figurat asaj kohe. Do të thonë nëse flasim për rezistencën muzikore, atëherë ka qenë një brez një John Lord i Kosovës. Sa është vlerësu muzika në atë kohë dhe sa po vlerësohet sot? Mendimi jam. Unë jam pak kritik për muzikën që kultivohet sot. Edhe nuk du t'jem kështu kritik drejt emrave, po mendoj që fatkeqësisht këto pirateria, sidomos vjedhja e teksteve dhe të linja melodike e ka bërë të vetën. Edhe unë kënaqem kur shoh muzikantë të cilët ulen për orë të tëra, ushtrojnë, edhe përpiqen edhe përpiqen ta mbajnë gjallë frymën kulturore. Se sot është pak më vështirë, mendoj, se sa dikur, për shkakun se sot kemi shumë media, po kemi edhe media online, të cilat shpërndajnë këngë të ndryshme, po në anën tjetër edhe mund të ketë
dhe ndërhyrje të inteligjencës artificiale e cila mund ta dëmtoj industrinë e muzikës. Unë kam disa shok aty në televizion të cilët kanë bërë nga një këngë kështu veç për provë. Edhe për total pak kështu me inteligjencën artificiale, me disa tekste ta zëm për parim o djali i ri i cili drejton Radio Plusin ose diçka të tillë, edhe brenda 2 minutash kompozohet një këngë kështu rock për përparimin pa e ditë përparimi hiç. Po, edhe mundet, po dhe ajo shpesh herë mundu bubu nëse ndoj tekst shëllum edhe bëhet virale, edhe kështu që mundet me ndodhë, në ditën e sotit. Nuk e dia ka me pas filtra në të ardhmen ose ndonjë program i cili do ta detektoj këtë transformimin ose ndërhyrjen e inteligjencës artificiale tek muzika. Kjo është një prej atyre. Se ta puna me lodh gjithçka digjitale. Po, por tjetra unë jam shumë mirënjohës që më ka dhënë rasti ta drejtoj këtër festivalin e tretë të këngës në RTK. Edhe aty kam parë muzikantë shumë të mirë edhe talente shumë fantastike të cilët kanë bërë një këndim drejt për drejt. Edhe ata muzikantë të cilët performuan drejt për drejt me partitura përpara. Edhe ka qenë një orkestër e jashtëzakonshme. Ja ka dhënë fuqinë kulturës muzikore dhe edhe një farë forme kemi dhënë një kundërpërgjigje gjithë kësaj se ne mund të bëjmë pra festivale dhe është festivali i tretë i cili pritet të ketë edhe të reja në vitet në vazhdim. Dhe patjetër, për këtë pjesë duhet të përgëzojmë. Për shkak se qoftë në skenografin, qoftë performanca, du me thonë, edhe e përmenda edhe vetë, ka qenë, kemi pas edhe këtu muzicianë që kanë marrë pjesë thjesht atje, po kanë qenë muzicianë dëshmum. Faktikisht ka qenë një orkestër profesioniste dhe gjithçka sipas mendimit tim, shijes time, se nuk jam ndoj ekspert i kësaj fushës. Për parim, në atë kohë, veç t'ja shpjegojmë edhe pak dëgjuesve. Në atë kohë, në vitet e 70-80, kanë ekzistuar festivale të mëdha, të cilat janë kontrolluar natyrisht nga regjimi asaj kohe, po e cili është përpjekur që të jetë pak tolerant edhe ndaj grupeve kështu rock, të cilat edhe në komunizmin e Titos kanë tingëllu që janë pak më perëndimor se sa shtete tjera. Por si ma kanë thënë të zamë shumë prej muzicientëve ose Violeta Regjipagiçi e ndjerë, ata janë habit kur ka performu Violeta Regjipagiçi në Eurovision, ta them. Eurovisioni ka qenë shkalla e parë e muzikantëve që të shkojnë drejt Eurovisionit. Edhe ka funksionuar gjithashtu edhe një farë tip gitariade asaj kohe, po edhe festivale tjera të mëdha në të cilat fatkeqësisht shqiptarët është dashur të marrin pjesë vetëm nëse janë pjesë e ndonjë bendi kështu multietnik të asaj kohe. E ata muzikantë kanë qenë shumë të mirë edhe ndër ta mund ta veçoj për shembull Shekin, i cili është basist jashtëzakonshëm edhe muzikant me shumë kulturë, e i cili shpeshherë është edhe kritik në rrjetet sociale ndaj kemi pas në studio gjitha këtyre fenomeneve. E kemi pas studio Shekun edhe faktikisht edhe për Shekut, edhe prej Shekit, edhe prej Osmanit, prej Velis. Kemi marrë informacione shumë të vlefshme që thjesht ndoshta edhe na që pak a shumë e cekëm që e kemi jetu atë kohë, kanë qenë rrëfime që sot duken të pabesueshme edhe për neve që kemi bu
pak do vjet, po edhe për gjeneratat e reja, ju duket si film. Ka pas për shkak këngës njerëzit kanë mbetë edhe pa punë, siç ka qenë rasti i Osmanit e ku ta diun. Rat kur themi me rilindin ose kur themi në emision që ka qenë thjesht, domethënë ka qenë risk, ti më marr me art në atë kohë. Vërtet, ta dëgjosh Naserin, po Naser Gjinosin e Minatorit dhe ai rrëfimet e tij ai ka për me shumë rënqese të asaj kohe ku më thënë për një këngë që të dua sa Kosovën janë përndjek, janë dëbu nga koncertet e gjana të tilla, të cilët sot po të flasësh me gjeneratën e re duke i kështu gjë absurde, por vërtet në atë kohë edhe një këngë e tillë me elemente folklorike brenda ose patriotike ka qenë ndaluar. Edhe janë përpjek edhe ata ta eliminojnë. Llogaritë sa shumë ka pas fuqi kënga në atë kohë. Shumë e vërtet. Nëse një grup ose një këngëtar e ka lansuar një këngë dhe ka qenë me motive patriotike ose diçka, thjesht domethënë çast shpejt, edhe për shkak që s'ka pas mediume, çast shpejt është përndarë për popullat, sa që edhe ne si fëmijë të lagjeve i kemi kënduar refrenet e tyre. Edhe ka qenë shumë interesant, ndërkohë që çfarë fuqie ka pas, e përmeni pak më herët Minatorit, domethënë konga të dua sa drenushme, di që më i vogël, po gjithë lagja. Shumë vërtet, ajo edhe këngë, po edhe këngë të tjera, të cilat nëpërmes disa kodeve brenda teksteve, ata kanë përçu mesazh te dëgjuesi. Ka qenë shumë interesant, një prej shpjegimeve që e bën Naseri Azam Maqoku me qizme që ka në repertuarin e albumit të fundit të Kosër të Pës. Atëherë ato ja ka kushtu agjenturave të cilat janë përpjek të dëgjojnë çdo gjë dhe të sorollaten mureve e kulmave të shtëpisë që të dëgjojnë një gjë të cilën e raportojnë edhe ta marrin qafë për shembull një familje në atë kohë. Kështu që shumë prej këngëve janë kodu edhe janë këndu në formën e tillë që dëgjuesi ta merr mesazhin, po të mos e di saktësisht se çfarë thuhet ndërmjet rreshtave. Ndërkohë që në atë cekëm se çfarë fuqie ka pas kënga në atë kohë, ndërkohë që sot mundesh me qenë i fuqishëm nëse e bën ndonjë gaf në TikTok. Po, TikToku sot i ka nxjerr disa figura të cilat për mendimin tim do duhet trajtim kështu psikologjik dhe psikiatrik besa, po ata njerëz të mirë. Në fakt janë njerëz të mirë, në fakt duhet të ndihmohen nga shoqëria edhe të mos përfitojnë nga, do të thënë, ai dëshira e tyre për pas dikë afër vetës ose për të qenë në qendër të vëmendjes ose për të mos qenë i vetmuar. Këta nuk e lidhëm rastësisht, do me thonë, themi që faktikisht është shumë mirë të afrohesh edhe me njerëzit, po me thjesht me artin tënë, me ato që ti je, ndërkohë që atëherë kanë shërby me djumet, edhe sot po besoj që shumica e tyre mundohen shërbejnë, por për shkak se tash ka edhe rrjetet sociale, nganjëherë do me thonë anashkalohen disa gjona që janë të mira, qoftë për familje, qoftë për trita, shpesh herë themi që fëmijët tanë ose bim viktimi e këtyre videove që nuk janë as pak të mira, as për ata që i bojnë, as për njerëzit që faktikisht akuzojnë me thoni konsumojnë, se është kjo pjesa.
Me gjithë dëshirë, du më të gjuhë edhe një këngë tjetër që ka me performu sot rilindi. Jo, unë thash ma herët që tash janë nisa pak harova që s'kom folë sot, po thash ma herët që sot ka qenë një emision shumë i lehtë, për shkak se kemi pas rilindin edhe na ka tregu shumë gjare interesant, po besoj që me rilindin nuk e them këtë për shkak se e njëshin e periudhë gjatë, po besoj që 10 orë mëse bojmë emision, në rregull jemi. Nuk e keni problema. Jo, nuk. Uroj që nuk kam ka përcy prej temë që të mos kem hutu dikam, po të ketë një linjë kështu tregimi, po e gjithë kjo, domethënë kjo ftesë që më ka bë, e kam pa si një ftesë shumë sinqert miqve, të cilët duan të japin nga vetja edhe ta kënaqin publikun. Edhe këto tregime besoj që jemi përpjek ti shkurtojme të themi në formën tonë, janë tregime të cilat kanë dalë nga zemra, jo të stisura, edhe unë uroj që në një të ardhme t'ju shoh të dyve në një duet kështu në ndonjë koncert, mini koncert. Kështu që kjo është një detyrë që të fillosh edhe ti. Po, patjetër. E pas teje nëse mundesh me më tërheq mu, me lindin me bojnë. Sepse sa më shumë që bëhemi mblidhemi rreth muzikës. Pas kemi punë. Mendoj që kemi me bë këtë botë më të mirë. Gjithmonë. Patjetër, është kënaqësi, fuqia gjithë atyre vazhdeve që u shkruan atyre viteve, po mos i lajmarash edhe këto vitet e fundit se ka artistë që kanë bërë projekte të mira, këngë të mira, kanë shkruar vargje të mira, megjithëse ka një prodhimtari është madhe ku shpesh herë edhe këto prodhimet artistike ndoshta nganjëherë jesin edhe nën hije, për shkak se jeta është më dinamike dhe njerëzit dojnë veç fast food. Ka njerë dhe artin dojnë me marrë, me përbi dhe ika. Jena untu. Po, se jemi untu. Megjithatë, një ndër këta artist që ka kontribuar edhe gjatë viteve të 90-ta, mos të harrojmë domethënë ka qenë kënga e famshme This Is My Home apo jo, e Jericho. E vërtet, This Is My Home edhe i ka pas 2-3 këngë të cilat i ka regjistruar grupi Jericho Walls i asaj kohe. Edhe vërtet për të gjithë ne që e kemi dashur muzikën edhe jemi përpjekt sa do pak të lëjmë pak gjurmë në historinë e muzikës së asaj kohe, grupi Jericho Walls ka qenë për ne një senzacion, një befasi, edhe e përshtatur me ritmet e asaj kohe që dëgjoshin shumë nga Rage Against the Machine, edhe të cilat Jericho i ka fuqishëm Petriti, pra rusa, i ka plasu edhe është mburr me to dhe nuk ka pas frikë ti këndoj kudo që ju ka kërku. Duke llogaritë dhe moshën sa i ri ka qenë atë kohë Petriti. I ri, po Jo, po them për atë kohë domethënë me pas atë guxim. Se thjesht kanë qenë tekstet që dikujt kanë mujt mi pengu. Patjetër, në një situatë kur Bashkia Ndërkombëtare pa të ardhur këtu, edhe kënga e tillë që do të thotë ka pas një mesazh të çon mesazh te Bashkia Ndërkombëtare që mos luani me ne sepse ne jemi këtu. Edhe nuk është prit shumë mirë nga shumë qarqe, por ka qenë zëri i popullit në farë forme edhe zëri i gjithë asaj rinie e cila ka qenë në okupim edhe në farë forme e gjithë Kosova ka qenë një kamp përqendrimi ku shpërthimet e tilla sikur të Petritit ose Rusës si e njohim ne kanë qenë vërtet zëri ynë i brendshëm. Aq më tepër sa atëherë ka qenë vetëm një medium dhe ato a di që do mush kryeqendrën me satelita. Kemi pas një 2 orë, 3 orë, domethënë 2 orë i RTS-s, i cili po besoj që ka qenë i përcjellur në sekonda në atë kohë prej të gjithë.
Prej të gjithëve, po edhe prej atyre që nuk na kanë dashur të mirën, edhe për mu shfaq aty për me dhoni një mesazh është doash paktën me llogarit që mundesh edhe me pasoja. Shumë e vërtet. Sot jemi në një ditë kështu për kujtimi, edhe mendoj që këtë bisedën tonë spontane ta konkretizojmë me një këngë e cila vërtet është mbase kënga e vetme rock e cila i dedikohet të zhdukurve. Okay. Do të përpiqemi ta bëjmë në verzionin tonë. Verzionin e juve është një verzion shumë i lezetshëm. Do të thonë kam dëgjuar edhe verzionin e Petritit, po në momentin kur bëhen edhe versione tjera janë shumë të mira se për shkak se ato vargje do të thonë ka po Petriti, vjen melodike e ka buaj, po është shumë mirë që këto më përcjell edhe prej artistëve të tjerë. Sa mirë rikthehemi përsëri këtu në 102.2 në edicionin më të ri të emisionit të Acoustic Night, ndërkohë që atje ke njëri me tjetri ata dy artistë. Tani thotë Rilindis din, po çysh din? Jo, definitivisht është e kënaqësi për më të dëgju. Aq më tepër se është thjesht janë gjëra që tingëllojnë bio. Edhe na bënë bio. Edhe ju e keni po marr vesh, pa ja bën njëri tjetër me sy. Definitivisht do të thonë. Përpoqëm ta nxjerrim kështu një të brendshme të shpirtit
Edhe kjo menoj që është edhe ajo magjia që e jep muzika edhe jam shumë të ndje mirë mesin ju edhe energji jashtëzakonshme, uroj që edhe dëgjuesit ta kenë po këtë energji dhe po këtë vroll që na duhet për të ardhmen, na duhet për të rinjt, na duhet për lirin. Patjetër. Hysko, je ka asha do me thonë se cila është fuqia jo, ndërkohë që unë isha ullun me afër Rilindi. Tu ma fështirë valla po, hajde. Po, një mik I vjetër vërgjisht që edhe nuk është fuqia është instrumenti. Edhe varet se a din me lujt me ta. Po ne kam dorën e rondën I bish. Na dy jemi basist, kështu që na definitivisht. Na jemi troll, na kemi dorën e rondën. Thjesht të bjerë shumë roadhë për me ndru venat. Megjithatë është shumë e boj me knasësi se du kanjerë Hysenin me pas shku për balë. Se shpesh e kam Mysafirin Arna Hysen edhe ty mrapa kanjerë thom, Hyskën ku e kam? Të kom po qatë gjithë kohës. Është interesant Rilind, ora ka shënu 20:57 minuta. Unë po them që po mduket që as 90% aty në ngjarje ose temave që kemi dashur të diskutu, këta minutat kanë nesë shumë shpejt. Megjithatë, është një teri veçantë, duke llogaritur që ke edhe je I angazhuar, duke llogaritur që ke punë, edhe shpesh herë ndoshta ke shoqërinë tonë mundet ka njëherë edhe mu keq kuptu pozicioni edhe mu nda prej nuk din shumë me ndat shopin prej sheqeris dia lidhës kjo po me qita do me thonë faktikisht kjo është arti, kjo është puna. Ja, po. Mirë një vesh. Nuk mundet më kohë. Qita ka profesion, o të qatë tjetër. Na gjithmonë di me ta. Shopin prej sheqeris. Kjo është e mira. Prandaj jam Mysafir te ju. Okej. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit definitivisht Rilind ishte një kënaqësi shumë e veçantë vetëm momentin kur komunikojmë ndoshta me sy rikthemin ato kohë për shkak se na kujtohet ajo periudhë e as më tepër kur e zhvillojmë edhe një bisedë sado që është shkurt ka qenë u shpresoj që do të takohemi përsëri edhe do të flasim përsëri në edicionet e ardhshme pas një viti neve nuk na gutet për shkak se është I ri Rilindi nuk e ka plan për me lëshu. Non stop është të bo update vetës. Faleminderit shumë për ftesën, ishte vërtet nder për mu. Më keni respektu, uroj që sa du pak kemi arrit me bo një emision të mirë, unë e di sa vështirë është. Edhe presim pra në të ardhmen do I bashkëpunim jashtë fushës së medias, jashtë fushës së një trio fantastiko kështu pse jo. Nuk I dihet kur shumë grupe kështu kanë fillu nga asgjëja, kështu që na kemi pak. Kështu pak brum edhe besoj që mund me bani buk të mirë. Po patjetër, po që sta mërmendje. Qa kemi unë të Hysen që shkojnë në Londër me bori koncert. Ja, si kemi bileta, du të mi bleja ato. Tek e fundit I kemi sheshet edhe sheshet janë tonat edhe po tonat normal. Jo, duke llogarit që këto evente kulturore tani më kanë efektin dhe thjesht e kanë I publik të jashtëzakonshëm, ka shumë festivale tani që po organizohen në vendin tonë, duke përfshi edhe këto që bëhen prej institucione, pa edhe njerë Rilind përgëzojmë për atë festivalin që mbahet nga Radio Televizioni Kosovës për shkak se thjesht është një impuls I mirë që trit e kanë idejë ku mundën me konkurrua dhe mi shpalos thjesht ato vetit e tyre artistike, qof për tekst shkrues të ri, qof për kompozitor të ri e ku ta diun, duke llogaritur që edhe shumë njerëz profesionistë, jo shumë njerëz, po shumica njerëzve, po ose të themi të gjithë njerëzit që janë marrë me organizimin e saj, kanë qenë profesionistë dhe njerëz të dëshmuar në këtë fushë. Rilind, faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë. Faleminderit. E këtij edicioni. Faleminderit edhe juve. Hysen Kafeziu, faleminderit shumë. Faleminderit, mirë se keni ardhur. No, shpërndesim gjithë. Unë kam çfarë I mrap shtet. Faleminderit shumë. Unë falë që Hyskove që një prosita vatë në fund. Why a man?
për javës tjetër. Që aty kime nej. Inshallah se janë ata 4 vetë, se s'kam ku ullna une. Faleminderit gjithë ju mesni, do takohemi përsëri tajtën tjetër në edicionin më të ri të emisionit të Acoustic Night. E në vazhdim do ju lëm me All But Gold, me Donjeta Goshin. Deri javën tjetër, mirë mbetshi. Tung, tung.